Ndotja që i shkaktohet shpeshherë dy deteve që lagin Vlorën, Adriatikut dhe Jonit është tej normave të lejuara. Shpesh vija bregdetare e Vlorës edhe përgjatë sezonit veror, atëherë kur Vlora vizitohet nga mijëra turistë huaj, ndotet nga dherat dhe inertet. Edhe përgjatë kësaj të premte një tjetër rast i paprecedent është konstatuar në zonën pranë tunelit në ujin e ftohtë. Ndotet vija bregdetare në zonën e Lungomarit 3, siç mund ta ndiqni dhe nga pamjet pas shpinës time, mbetje të ndryshme dhera por edhe inerte kanë përfunduar në det duke shkaktuar ndotje masive. Në këtë ndotje masive që i bëhet Bregdetit ndikon sigurisht projekti Lungomare 3, punimet që po kryhen për ndërtimin e kësaj vepre madhore shpesh kthehen në ndotje në detin jon. Në ndotjen e vijës bregdetare ndikojnë gjithashtu dhe punimet që po kryhen në zonën turistike të Vlorës, ndërtime të cilat dherat dhe mbetjet inerte i depozitojnë në sistemin e kanalizimeve dhe më pas të fundit përfundojnë në det. Kjo ndotje që i bëhet vijës bregdetare sigurisht që ka pasoja drastike dhe për ekosistemin ujor, duke dëmtuar jo vetëm florën por dhe faunën. Gjithashtu kthehet në një prej faktorëve që ndikon shpesh në pamjen vizive të një prej qyteteve turistike në zhvillim e sipër, që thith çdo muaj të vitit pranë vetes mijëra turistë.